3 shenjat më me fat për javën 13-19 tetor 2025. Përshëndetje të dashur miq të yjeve dhe mirë se erdhët në horoskopin e 3 shenjave me më me fat të javës. Java 13 deri 19 tetor 2025 sjell një ndryshim të fuqishëm energjish që do t'i bekojë disa prej nesh me fat të jashtëzakonshëm në fusha kyçe të jetës. Le të shikojmë 3 shenjat që do të shkëlqejnë këtë javë. Shenja e parë më me fat dhe për këtë javë është Peshorja 23 shtator 22 tetor. Peshorja vazhdon të jetë shenja yll e muajit. Kjo javë fokusohet te marrëveshjet dhe vendimet e mëdha. Pse janë me fat, vazhdon sezoni i tyre i favorshëm. Me diellin ende në shenjë, Peshorja shkëlqen në vetbesim, tërheqje dhe partneritet. Kjo javë është ideale për të finalizuar kontrata apo marrëveshje, si dhe për të marrë një vendim të rëndësishëm në jetën personale. Fokusi i fatit, marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Dashuria fati maksimal, është koha për të marrë një vendim të rëndësishëm në marrëdhënie. Lidhjet e qëndrueshme mund të shkojnë drejt bashkëjetesës, fejesës apo martesës. Beqarët tërheqin partner serioz dhe me potencial afatgjatë lidhjet ekzistuese çiftet. Vendimarrja e rëndësishme. Kjo javë është kyçe për të hedhur një hap përpara në marrëdhënie. Nëse keni pasur paqartësi për të ardhmen, energjia e kësaj jave ju ndihmon të merrni një vendim përfundimtar, shpesh në drejtim të formalizimit ose thellimit të lidhjes. Bashkëjetesa dhe martesa, planet për fejes, martesë ose fillimi një bashkëjetese janë jashtëzakonisht të favorizuara. Partneri juaj ndihet i lidhur dhe i gatshëm për angazhim. Harmonia dhe romanca, pasioni dhe sensualiteti janë të larta. Kërkoni kohë cilësore për të shkputur nga streset e jashtme. Dashuria rinovohet. Beqarët. Këshilla, dilni dhe shoqërohuni. Mos u mbyrni. Mos kini frikë të shprehni dëshirën tuaj për një marrëdhënie të qëndrueshme. Kujdes për të ruajtur harmoninë. Ekuilibri personal, sigurohuni që të ruani identitetin dhe nevojat tuaja, edhe kur jeni në qendër të një marrëdhënieje të re. Përmbledhje, java është një nga më të mirat e vitit për dashurinë. Përdoreni atë për të shkuar drejt angazhimit dhe thellësisë emocionale. Puna e karriera, këto janë ditët ideale për të finalizuar kontrata, nënshkruar marrëveshje ose filluar bashkëpunime të reja. Suksesi vjen përmes aftësisë tuaj për të negociuar me qetësi. Paraja, përmirësimi i financave përmes partneritetit. Mund të jetë koha e duhur për një blerje që rrit cilësinë e jetës. Shëndeti dieta, kërkohet ekuilibrimi dietës dhe aktivitetit. Shmangni ëmbëlsirat e tepërta. Dita me fat, e premtja 17 tetor. Numri me fat, 7. Shenja e dytë Akrepi 23 tetor, 21 nëntor. Pse jam me fat? Akrepi po përgatitet për sezonin e vet dhe energjia po rritet me shpejtësi. Kjo javë do të sjellë transformim dhe fat të papritur, sidomos në çështjet financiare dhe aty ku ka para të përbashkëta, borxhe, investime, trashëgimi. Intuita e tyre është në kulmin e saj, duke i drejtuar drejt fitimeve. Fokusi i fatit, financat e thella dhe transformimi personal. Energjia e Akrepit rritet me shpejtësi, duke sjellë fat të papritur, sidomos në çështjet financiare. Dashuria, intensiteti emocional rritet. Kërkoni të vërtetën dhe ndershmërinë e plot nga partneri, duke quar në thellim dhe transformim të marrëdhënies. Meqense Akrepi po hyn në një periudhë transformimi të thellë, dashuria për ta gjatë javës 13-19 tetor 2025 do të jetë intensive dhe zbuluese. Kjo nuk është koha për flirtim sipërfaqësor, por për lidhje shpirtërore. Këtu është një analizë e detajuar e dashurisë për Akrepin gjatë kësaj jave. Intensiteti dhe transformimi lidhjet ekzistuese çiftet. Kërkimi i së vërtetës, kjo javë udhëhiqet nga nevoja e Akrepit për thellësi, ndershmëri absolute dhe zbulimin e asaj që fshihet nën sipërfaqe. Jeni të predispozuar të nisni një bisedë të vështirë por shpërblyese. Intimiteti mendor dhe fizik. Pasioni dhe sensualiteti do të jenë të larta, por më e rëndësishme do të jetë lidhja shpirtërore dhe intimiteti mendor. Kërkoni të ndërtoni besim përmes cenueshmërisë. Transformimi. Një mosmarrëveshje e vjetër mund të kthehet në një mundësi për transformim të marrëdhënies. Nëse lidhja është e shëndetshme, ajo do të thellohet. Nëse ka probleme të fshehura, kjo javë do t'i nxjerrë në pa ato për t'u shëruar. Beqarët të vetmuarit. Intuita udhëheqëse, besojini instinkteve tuaja. Intuita juaj është në kulmin e saj. Nëse dikush ju duket shumë i mirë për të qenë i vërtet, ka të ngjarë të jetë ashtu. Përmbledhje, java është një kohë e fuqishme për rritje dhe thellësi. Përdoreni këtë energji për të krijuar lidhje të sinqerta, të cilat i japin kuptim jetës suaj. Puna e karriera, intuita juaj është një aset i jashtëzakonshëm. Përdoreni atë për të zbuluar informacione të fshehura. Projektet që i mbani sekret mund të kenë sukses të madh. Paraja më e favorizuara. Prisni fat të papritur në çështjet financiare të përbashkëta, si kthimi i një borxhi të vjetër, një bonus apo një investim i mençur. Është koha ideale për të planifikuar pagesën e kredive. Shëndeti dieta, kujdes i madh ndaj pastrimit të trupit, detoksifikimi. Zgjidhni ushqime të lehta. Dita me fat e hëna 13 tetor. Numri me fat 8. Dhe shenja e tretë e britsjapi 22 dhjetor 19 janar.
Pse janë me fat? Për Briciapin, kjo është një javë e shkëlqyer për karrierën dhe suksesin publik. Baza që kanë ndërtuar po shpërblehet me njohje, vlerësim dhe ndoshta një promovim apo një rol të ri leadershipi. Mundësitë e fatit vijnë përmes eprorëve apo figurave të autoritetit. Puna e palodhur e Briciapit shpërblehet. Kjo javë sjell njohje të statusit dhe arritje profesionale. Dashuria, lidhjet ekzistuese forcohen përmes respektit dhe seriozitetit. Mund të keni dëshirë për ta bërë marrëdhënien mëzyrtare, duke e shfaqur atë para publikut, absolutisht. Për Briciapin, java e 13-19 tetorit 2025 sjell energji të fokusuar te suksesi publik dhe statusi. Kjo ndikon drejt për drejt në dashurinë, duke e bërë atë serioze dhe të orientuar drejt qëllimeve. Këtu është një analizë e detajuar e dashurisë për Briciapin gjatë kësaj jave. Stabiliteti dhe zyrtarizimi, lidhjet ekzistuese çiftet. Rritja e respektit reciprok. Lidhja juaj do të forcohet këtë javë përmes respektit të thellë, njohjes së suksesit të njëri tjetrit dhe vlerësimit të angazhimit. Partneri ju sheh si një shtyllë stabiliteti, dhe kjo është jashtëzakonisht tërheqëse për ju. Zyrtarizimi dhe statusi. Kjo është një kohë ideale për të bërë plane për të ardhmen që përfshin statusin publik të lidhjes suaj. Mund të jetë koha për të shpallur një fejes, për të planifikuar martesën, ose për t'u njohur zyrtarisht me familjen e partnerit. Objektivat e përbashkëta. Përqendrohuni në vendosjen e qëllimeve afatgjata të përbashkëta, si blerja e një prone, fillimi i një biznesi familjar apo planifikimi i fëmijëve. Kjo ju jep sigurinë që dëshironi. Beqarët. Këshilla, mos hezitoni të ndani ambicjet tuaja me dikë që ju pëlqen. Nëse ai o ajo admiron suksesin tuaj, ky është një sinjal shumë pozitiv për një lidhje të qëndrueshme. Kujdes për të ruajtur harmoninë. Mbani lëvizjen. Edhe pse jeni të fokusuar te puna, bëni kohë specifike për partnerin. Mos e neglizoni jetën personale për atë profesionale. Për mbledhje, kjo javë forcon besimin tuaj të lidhjet serioze. Është koha për të ndërtuar një partneritet që është i fortë si profesionalisht, ashtu edhe emocionalisht. Puna e karriera më e favorizuara, prisni njohje, vlerësim dhe potencialisht një promovim apo një rritje të rolit të leadershipit. Shfrytëzojeni këtë kohë për të kërkuar rritjen e pagës. Paraja. Financat janë të lidhura drejt për drejt me statusin tuaj. Sa më e madhe përgjegjësia, aq më i madh fitimi. Mund të merrni një vendim për një investim afatgjatë. Shëndeti, dieta. Kujdesuni për shëndetin e kyçeve dhe eshtrave. Bëni pushime të shkurtra mendore nga puna. Dita me fat, e shtunat 18 tetor. Numri me fat 4. Ky ishte udhëzimi juaj i detajuar për shenjat më me fat për javën 13-19 tetor 2025. Nëse ju pëlqeu ky udhëtim i mrekullueshëm astrologjik, abonohuni, subscribe në kanal që të jeni gjithmonë të parët që merrni fatin e javës. Lini një pëlqim, like për të thirrur energjinë e bollkut në jetën tuaj. Shpërndajeni këtë video me miqtë tuaj që kanë nevojë për një dozë fati këtë javë. Ju uroj një javë plot suksese, stabilitet dhe dashuri të thellë. Shihemi javën tjetër.